Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Kosova e ka shënuar rënien më të madhe në 15 vjetët të fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke u renditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Ky është viti 2 të radhazi që Kosova shënon rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75. Në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, Kosova renditet më së keqi në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Raporti i Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë, ashtu si edhe në Slovaki, Bosnjë, Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Në raport thuhet se liria e medias kërcënohet nga rregullimi i politizuar, qasja e pamjaftueshme në informacionin publik dhe rreziqet serioze për sigurinë e gazetarëve. Verën e kaluar, me gjithë kritikat e mëdha, ku vendi i Kosovës e miratoi një ligj për Komisionin e Pavarur për Media, i cili veç tjerash parashihte mbikëqyrjen e tyre me gjoba deri në 40.000 euro. Ligji për KPM tashmë i shfuqizuar nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës nga Reporterët pa kufi, u cilësua si kundërthënës që rrezikon edhe më tej të pengojë pavarësinë e KPM-s. Regulatori jo efektiv i medias, Komisioni i Pavarur i Mediave, ju nënshtrua një reforme legjislative kontraverse që rrezikon të pengojë më tej pavarësinë e tij. Para zgjedhjeve të vitit 2025, disa media private u shënjestruan nga një bojkot nga qeveria, e cila kërcënoi edhe pavarësinë e transmetuesit publik RTK. Tutje nënvizohet se gazetarët vazhdojnë të jenë cak i sulmeve politike dhe se akuzohen padrejtësisht për bashkëpunim me armikun, retorik e përdorur nga grupet politike dhe fetare. Në vitet e fundit, shumë gazetarë kanë qenë subjekt i kërcënimeve dhe sulmeve fizike nga rrjete kriminale dhe po ashtu për shkak të tensioneve politike mes Prishtinës dhe Beogradit. Disa gazetarë kanë qenë cak i përgjimeve, edhe pse sulmet hetohen nga policia dhe prokuroria, ato rrallë rezultojnë me ndjekje penale. Indeksi i matjes lirisë e mediave nga Reporterët pa kufi u publikua në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit që shënohet më 3 maj. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e ka cilësuar si shqetësues raportin e Reporterëve pa kufi dhe ka thënë se qeveria e Kosovës ka krijuar klimë kundër mediave. Deklarimet e AGK-s u bën përpara objektit të qeverisë, të cilën e fajsoi për, siç tha, fushat të saj ndaj mediave. Kryeministri ndorheqe Albin Kurti ndërkohë i u shmang pyetjeve të gazetarëve. Pikërisht në ditën kur liria e mediave në Kosovë ra për 24 vende dhe për këtë përgjigj se cilësohet qeveria Kurti. Truprojat e tij dhanë edhe një shembull se si trajtohen gazetarët. Në vend të përgjigjes së Kurtit në pyetjet e gazetarëve, truprojat e tij përzgjodhen të shtyjnë mikrofonat dhe të pengojnë punën. Kryeredaktori i televizionit të shtat, Arsim Lani, gazetari i cili është penguar sot në detyrë, tha për Radio Televizionin 21 se gazetarët sot janë më të kërcënuar si kur do herë më parë. Problemi është që na nuk do të më qenë të sulmum nga qeveria, nga ekzekutivi, nga institucionet e Republikës Kosovës. Unë e punoj si gazetar më shumë se 20 vjet. Kam kalu qeveri të ndryshme që nga Kua Bajram Rexhepi deri te kjo qeveri që udhëhiqet nga Albin Kurti. Beso ose jo, kur nuk kom qenë ma i kërcënum, kur nuk kom qenë ma i fym, kur nuk kom qenë ma i poshtruar se sa këto 4 vitet e fundit. Qeveria Kurti prej vitesh u lavdërua për shkallën e lirisë së fjalës e të medias, por një raport i fundit i Reporterëve pa kufi e nxorri Kosovën në vendin e 99 në nivelin botëror dhe të fundit në rajonin e Ballkanit. Këtë rënje të Kosovës në lirinë e medias, Asociacioni i Gazetarëve e cilësoi si shokuese dhe kryetari i tij Xhemal Rexha radhiti në mes tjerash si arsye dhe miratimin e ligjit kontestues të KPM-s, etiketimet se mediat janë bashkëpunëtore të armikut, sigurinë e gazetarëve dhe vëzhgimin e paautorizuar të tyre.
gjuha absolutisht friksuese që ka kulmuar që prej muajit nëntor dhjetor të vitit të kaluar me afrimin e fushatës zgjedhore që ka vazhduar gjatë fushatës zgjedhore, por edhe pas saj. Është momenti i fundit që të reflektojmë si shoqëri besoj. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës është i interesuar dhe u bën thirrje të gjitha aktorëve, duke përfshirë institucionet e Kosovës, që në fakt të bëhemi bashk duke, nëse është e nevojshme, duke edhe formuar një çfarëdo që e quajmë një task force kombëtare për t'i adresuar këto gjetje dhe për të adresuar lirinë e medias në Kosovë dhe sigurinë e gazetarëve. Juristja të drejtës së medias Flutra Kusari thotë se rënja alarmuese në indeks është si rezultat i veprimeve të qeverisë dhe vetëvendosjes që janë reflektuar duke i targetuar gazetarët. Vënia në pikpyetje dhe kontestimi i raportit dhe targetimi i kryetarit të AGK-s nga ana e deputetëve të VV-s është sinjal i qartë që VV-ja do të vazhdojë ushtrimin e presionit në media. Përmirësimi në indeks mund të bëhet vetëm nëse qeveria e ardhshme e krijon Komitetin Kombëtar për Lirinë e Mediave dhe Sigurinë e Gazetarëve, me qëllim të përmirësimit të gjendjes aktuale. Të gjitha vlerësimet të raportërëve pa kufi u cilësuan si të pavërteta nga zyrtar, qeveritar dhe ata televizjes vetëvendosje. Madje shefi i stafit të kryeministrit Luan Dalipi tha se qeveria Kurti është e vetmja që nuk ka shpenzuar miliona për propagandë, sikur se kanë bërë qeveritë e kaluara. Sipas tij dhe zyrtarëve të tjerë televizjes vetëvendosje, raport pa kufi është ndikuar nga individ nga Kosova, që sipas tyre marrin fonde nga organizatat ndërkombëtare përfshirë Usaidin e mbyllur. Por profesori universitar në Departamentin e Gazetarisë, Faton Ismaili, bëri thirrje që pushtetarët të mos i shohin gazetarët si armiq. Qeveria e Kosovës edhe partia në pushtet ka ardhur në pushtet përmes ndihmës së mediave, ndërkohë punën e parë që e ka bërë në momentin që ka ardhur në pushtet lëvizja vetëvendosje, i ka pozicionu mediat si armiq të popullit. Ka ndërtuar ndërmarrje partijake dhe qeveritare kundër mediave. Sipas statistikave të raportërëve pa kufi, Kosova radhitjen më të ulët e kishte në vitin 2010, kur mbante pozitën 92 në shkallën botërore, dhe radhitja e fundit e vitit 2025 është më e keqja prej 15 vitesh. Në një editorial për gjendjen e lirisë së medias në Kosovë, drejtoresha e përgjithshme e Radio Televizionit 21 Afërdita Saraqini Kelmendi ka shkruar se përtej simbolikës së 3 majit, ditës botërore të lirisë së shtypit, një pyetje thelbësore mbetet pezull. A matet liria e shtypit me ekzistencën e mundësisë për të folur, apo me mungesën e presionit që i bëhet atyre që flasin? Gazetarët mund të kenë formalizuar të drejtën për të publikuar, por përballen me një mur të padukshëm. Presion politik, presion ekonomik, vetë cenzur nga frika, sulme digitale ose të drejt për drejta fizike. Një shoqëri nuk është vërtet e lirë nëse zëri medias është i lirë vetëm në teori, por i shtypur praktikisht nga kontrolli dhe frika e ndëshkimit. Prandaj në vend që të pyesim, a kemi të drejtë për të folur, duhet pyesim, a kemi guximin për të mos heshtur, a i kemi mbrojtjet që e bëjnë këtë guxim të mundur. Saraqini Kelmendi tha po ashtu se këtë çmim Radio Televizioni 21 ka paguar shtrenjtë me nxjerrjen e tij në mënyrë arbitrare nga objekti ku ka investuar për 20 vjet. Ky çmim është paguar në investim të ri të rindërtimit të infrastrukturës prej fillimit të një Radio Televizioni, ka shkruar ndër të tjera drejtoresha e përgjithshme e Radio Televizionit 21 Afërdita Saraqini Kelmendi. Edhe Asociacioni Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës ka reaguar pas publikimit të raportit të reporterëve pa kufi, në të cilin Kosova renditet e 99 nga 180 shtete sa i përket lirisë së mediave. ANPEC e ka cilësuar këtë si alarmante. Fakti që në mesin e 180 shteteve, Kosova ka rënien e dytë më të madhe në indeksin e lirisë së shtypit për vitin 2025, duhet të na shqetësojë të gjithëve. Kjo renditje duhet të merret shumë seriozisht dhe nevojitet reflektim, veprim konkret nga ana e të gjitha institucioneve përkatëse për të forcuar lirinë e mediave, mbrojtjen e gazetarëve, për të garantuar qasje në informacion dhe për të krijuar kushte më të qëndrueshme ekonomike për funksionimin e tyre, thuhet në reagimin e ANPEC-ut. Mëtej ANPEC përmend edhe kritikat e raportit për miratimin e ligjit për KPM, të cilin e cilëson si kundërthënës që rrezikon edhe mëtej të pengojë pavarësinë e institucionit Komisionin e Pavarur të Mediave.
Përmes një reagimi në Facebook, zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosja Arlind Mandxuka ka shprehur hapur mos pajtimin me të gjeturat e indeksit të reporterëve pa kufi, duke vlerësuar se Kosova ka liri absolute të shprehjes. Në Kosovë jo që ka liri të shprehjes, por ka liri absolute të shprehurit, madje deri edhe në mos ndëshkim absolut të shpifjes. Këta që sot po reagojnë të çuditur me raportin janë ata që kanë dhënë përgjigje para përpellimit të këtij raporti. Duke dashur ta godasin qeverinë përmes raporteve, në fakt janë duke dalë edhe më jo serioz. Për të konstatuar lirinë ose jo të shprehjes, nevojitet në cilën do natë me i pa debate televizive. Asgjë më shumë ka shkruar ndër të tjera Mandxuka. Pas rënjes së Kosovës në indeksin e lirisë së medias në Kosovë kanë reaguar edhe partitë politike në opozit PDK, LDK, AK. Vlora Çtaku nga PDK vlerëson se kjo rënje përbën një alarm serioz për gjendjen e demokracisë në vend, ndërsa deputetja e LDK-s Hikmete Bajrami theksoi se gjendja e lirisë së medias në Kosovë është rezultat i qeverisë Kurti, e cila sipas saj gjatë gjithë mandatit zgjodhi propagandën mbi transparencën, kontrollin mbi kritikën dhe frikën mbi lirinë. Kreu i AK-s, Ramush Haradinaj, ka shkruar se rënja e lirisë së medias në Kosovë nuk është rastësi, por është pasojë e frikës, kontrollit dhe arrogancës politike. Një qeveri që ka frikë nga kritika, ka frikë nga populli vet, ka shkruar Haradinaj. Ambasada Gjermane në Kosovë ka thënë se raporti i reporterëve pa kufi, ku Kosova renditet 99 për lirinë e shtypit, është tregues për qeverinë e re për hapat që duhet ndërmarrë për të pasur liri të shtypit. Kosova ka rënë për 24 vende më poshtë në indeksin e ri të reporterëve pa kufi, duke vënë në fund në raport me rajonin, madje edhe pas Serbisë. Ky raport është si tregues për qeverinë e re që përshkruan qartë hapat e nevojshëm për të pasur liri të shtypit, i cili është thelbësor për çdo demokraci të gjallë dhe të qëndrueshme, thuhet në reagim. Edhe kryetarja e Alternativës, një herësh deputete e vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, ka komentuar raportin për lirinë e mediave, por ka theksuar se personalisht nuk ndihet përgjegjëse për këtë rënje. Kusari Lila ka folur edhe për vazhdimin e nesërm të seancës konstituive. Bisedën e zhvilloi gazetari Burim Zariçi. Jemi para një seance të 10. Cili është plani i grupit parlamentar të vetëvendosit që të gjenjë një zgjidhje sa i përket kësaj situate? Grupi ynë parlamentar është vazhdimisht në përpjekje për të ofruar zgjidhje dhe për të zhbllokuar rrethana të cilat po e karakterizojnë fatkeqësisht seancën konstituive të filluar me 15 prill. Siç e pat në seancën e kaluar, kishim në fakt ndërmarrëm 2 hapa, i pari kishte të bënte me ftesën për kryetarët e partive më të mëdha parlamentare shqiptare, të cilat kanë përfaqësues në kryesinë e kuvendit, dhe i dyti kishte të bënte me ndryshimin e formës votimit për të ofruar mundësinë apo hapësiren për të pasur shprehje të qartë të vullnetit të deputetëve për zgjedhjen e kryetarit kuvendit dhe nën kryetarëve të kuvendit. Që të dyja këto, e para pjesërisht, e dyta tërësisht u refuzuan, ndërsa ne mbetemi pranë qëndrimit që në asnjë formë ose mënyrë as nuk ishte bërë shkelje e as nuk ishte ndonjë tendencë e veçantë për këtë proces, për faktin se bazë e qartë për këtë formë të votimit është aktgjykimi i gjykatës kushtetuese viti 2014, konkretisht pikat 124, 125, 126, të cilat edhe e kërkojnë që edhe 127 që është e drejtë dhe obligim e gjithë deputetëve të kuvendit të gjejnë mënyrën për të zgjedhur në fakt kryetarin e kuvendit në pajtim me dispozitat kushtetuese dhe lidhje me rregullore relevante të kuvendit. Në rregullore të kuvendit parashihet që ky votim mund të bëhet edhe me votim të hapur, apo edhe me votim të mbyllur, apo edhe votim nominal, kur thirriten deputet me emër për të votuar. Prandaj e tërë kakofonia në raport me shkeljet kushtetuese apo tendencat për manipulim të procesit nga partitë që nuk morën pjesë në votim në seancën e kaluar, besoj është jo vetëm dëshpëruese, por gjithashtu tregon se nuk ka asnjë vullnet nga ana e tyre për të zhbllokuar këtë rrethon. Ata me ngulm kërkojnë nga ne të ndryshojmë kandidatin, por nuk duan në asnjë format të ndryshojnë procedurën, e cila në fakt nuk paraqet asgjë tjetër përveç në esencë vullnetin e deputetëve të Kuvendit Republikës.
Çka synuat që të shkohet me votë të fshehtë, sepse u bë kjo që dështuat disa radhazi me votë të hapur, apo cili është synimi në këtë rast? Synimi është që të ofrohet shpreha e lirë e vullnetit të gjithë deputetëve. Ka deputet të caktuar të partive opozitare të deritashme, të cilët kanë deklaruar se janë thellësisht të interesuar të zhbllokojnë situatën, por të cilët në rrethonat e qërtimit partijak apo konsekuencave që mund t'i kenë me grupin parlamentar kanë hezituar ose hezitojnë që publikisht ta bëjnë një gjë të tillë. Prandaj kjo është edhe një formë që të shihet realisht vullneti i deputetëve dhe asesi nuk qëndron argumenti se kjo është një formë për të shtyr deputetët në një drejtim ose tjetër, për shkak se më shumë se sa vota e fshet që e paraqet vullnetin drejt për drejt të tyre, asgjë tjetër nuk mund të paraqet. Po, sepse u kritikuat për shkak që po tentoni të bëni pazare me vota, prandaj edhe shkuat me votim të fshet. Asesi, ne na kërkohet të bëjmë atë tani. Deklarimet e vazhdueshme janë që duhet të keni marrëveshje politike. Deklarimi i qëndrimi ynë është që për konstituimin e organeve të kuvendit duhet të jenë përgjegjës të gjitha subjektet, gjithsesi deputetët e kuvendit të Kosovës, ndërsa marrëveshje politike bëhet për qeverisje. Dona Kusari, a jeni ju e gatshme nëse propozoheni për krye parlamentare nëse heq dorë zonja Haxhiu? Nuk e besoj absolutisht që kjo situatë ose këto rrethana do të jenë aty që të diskutohen pastaj emra të tjerë të përveçëm. Ne jemi shumë të qartë në propozimin dhe mbështetjen për zonjën Haxhiu dhe ai propozim dhe ajo mbështetje qëndron e palikundur. Në asnjë version nuk heqni dorë nga zonja Haxhiu, sepse po kërkojnë parti tjera një kandidat konsensual. Por cilat janë atributet të cilat ata ja atribojnë një kandidati ose kandidate konsensuale ose jo. Përndryshe, të njëjtat argumente që i përdorin për zonjën Haxhiu mund t'i përdorin për secilin kandidat tjetër që mund të propozohet nga lëvizja vetëvendosje. Nuk është se ka garanci për kandidatura ose ka ndonjë standard i cili është i konfirmuar apo i verifikuar. Zonja Haxhiu ka qenë një deputete shumë aktive e opozitës për 10 vite me radhë dhe për 4 vitet e fundit ministre e drejtësisë. Prandaj obligimi dhe detyrat e saj si opozitare nuk kanë qenë për të ndërtuar konsenzus, por kanë qenë për të shtyr kauzat për cilat lëvizja vetëvendosje ka qenë e dalluar. Ndërsa në anën tjetër, në këto 4 vite, si ministri i drejtësisë është ballafaquar me shumë defekte të sistemit të trashëguara, të cilat natyrisht i kanë shkaktuar ndoshta dhimbje apo ndjeshmëri tek ata të cilët kanë qenë pjesë e atij realiteti atëherë në sistemin e drejtësisë dhe nuk e kanë ndjer veten të përfshirë në reformën të cilën e ka udhëhequr zonja Haxhiu, po kjo nuk ka të bëjë me këto preferenca, ka të bëjë me detyrën e cila është në vijim, jo me atë se çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Qartë, nesër do të shkoni me skenarin për krijimin e komisionit apo ta hedhni në votim zonën Haxhiu drejt për drejt? Të shohim në proces se cilat do të jenë qëndrimet, a ka ndonjë reflektim, unë shpresoj të ketë një reflektim, për shkak se shumë po thirremi, shumë po deklarohemi, shumë po tregojmë se jemi ekspert theminthojza të kushtetutës dhe kushtetutshmërisë, përderisa janë disa interpretime shumë të qarta me këtë procedurë. Prandaj uroj të reflektojnë në aktgjykimet e deritashme, ndërsa nëse është nevoja, atëherë duhet të kërkohet interpretim edhe për këtë pjesë të mbetur, të pa definuar se sa gjatë ose si mund të shtyhet ky procedurë edhe përmes gjykatës kushtetuese pastaj. A ndjeni ju fajtore si përfaqësuese e pushtetit e partisë në pushtet për këtë rënje të lirisë së mediave, sepse mediat janë ballafaquar siç dihet edhe në raporte me kufizime, me refuzime, me sulme të ndryshme. S'po them vetëm nga përfaqësues politik. Ndjehem unë përgjithse, në fakt si personi më i sulmuar edhe statistikisht në media edhe si subjekt i mediave të reme dhe fyrjeve dhe ofendimeve që vjen nga media caktuara apo formate sociale të caktuara, këto të konfirmuara nga organizatat jo qeveritare, nga grupet politike, nuk ndjehem fajtore personalisht nëse është në rrafshin personal. Por unë mendoj që ka pasur një degradim përgjithshëm të diskursit publik të gjuhës në shumë rrafshe. Mund të diskutojmë ose të marrim përgjegjësinë për atë pjesë të mos komunikimit ndoshta me media, përderisa nuk e mendoj në asnjë formë ose format që është cenuar liria e shprehjes ose liria e mediave. Në rast se, domethënë, si organizim politik ose si përfaqësues të grupimit politik i cili në zgjedhje ka thënë se në
mediumet caktuara nuk shkojmë. Kjo ka qenë zgjidhje ose vendim i një anshëm, por që nuk ka synu ose nuk ka parandalu të njëjtat media të përcjellin tubimet politike, diskutimet e kështu me radhë siç i keni parë. Domethënë në asnjë format nuk është kufizu veprimtaria e medjave, liria e shprehjes së medjave apo forma e komunikimit. Megjithatë, apo të cenohet siguria e medjave. Përjashtim kanë të bëjnë, siç e pash edhe në raport, situata në veri të vendit, qasja e grupeve të caktuara kriminale atje, edhe ndaj medjave, por gjithashtu edhe ndaj gazetarëve edhe të komunitetit sërb, të cilët raportojnë ose jetojnë edhe bashkë veprojnë ato mjedise. Po, zonja Kusari, a e pasqyron vetë zoti Kurti nuk flet para gazetarëve në shumicën e rasteve. Pasqyron kjo një realitet që vetëvendosje nuk është shumë e afërt me mediat, sidomos për të dhënë llogari aty ku kërkohet. Shiqeni, ju po i referoheni pyetjeve që i bëhen kryeministrit Kurti gjatë hyrjes apo daljes nga kuvendi. Përderisa përfaqësues nga grupi ynë parlamentar keni 2 ose 3 në raport me të njëjtën temë. Do të thotë ka deklarime zyrtare, të cilat natyrisht janë të diskutuara dhe të konfirmuara edhe me zotin Kurti edhe me të tjerët pjesë e grupit parlamentar, që ne në vazhdimsi komunikojmë me ju, siç po komunikojmë me ju tani, siç kam komunikuar dhe të tjerët komunikojnë në baza ditore. Prandaj nuk është se ka një blokad totale mbi atë se cili është qëndrimi ynë, apo se cilat do të jenë hapat e radhës. Në të kundërten, kemi pasur intensivisht komunikim dhe deklarim për media. Është zgjedhje e kryeministrit në situatat kur është në hyrje ose dalje të ndërtesës, kur vendos të mos përgjigjet për arsye se tashmë ato përgjigje janë dhënë, të cilat po e them edhe po e ritheksoj janë gjithashtu të dakorduara dhe natyrisht të unifikuara brenda grupit parlamentar. Prandaj nëse merret as si standard, unë besoj se nuk është standard i drejtë ose nuk është formë e drejtë. Tani të tjerat pastaj janë nuanca. Megjithatë mendoj që duhet të kemi një reflektim të gjithë shoqërisë në raport me peshën dhe përgjithësinë e fjalës së thënë, akuzave e natyrisht etiketimeve e linçimeve, e gjithashtu edhe të punojmë bashkërisht në ngritjen e standardit. Një përgjegjësi që unë e marr si ligjvënëse është mos funksionalizimi i bordit të Komisionit të Pavarur të Mediave, që definitivisht është përgjegjësi e Kuvendit të Republikës së Kosovës, mandati i cilit skadoi në fund të legjislaturës së kaluar dhe këtë duhet të jemi vetë kritik për mos realizimin apo mos arritjen e kompletimit të këtij bordi, me marr parasysh edhe faktin që kemi hyrë edhe në fushat pa një bord vendimarrës në Komisionin e Pavarur të Mediave. Po, zonja Kusari, jemi ranguar më poshtë se Serbia, kjo do të thotë shumë apo jo, është shqetësuese për juve? Po natyrisht që duhet të marrim parasysh të gjitha rrethanat, siç e përmenda, e gjithashtu edhe që asnjë format nuk mendoj që liria e shprehjes ose veprimit në Kosovë është më keq se në Serbi. Prandaj e mendoj totalisht jo reale në raport me krahasimin në Serbi. E mos të flasim për situatën atje apo si pikë referencë. Kosova është lart në gjitha nivelet në raport me demokracinë dhe kjo vlen për të gjitha shtyllat e shoqërisë. Nuk po flas vetëm për njërin krahasuar me Serbinë. Prandaj krahasimet absolutisht janë të padrejta, apo mendoj edhe rankimi në këtë situatë ofron jo format ose jo pasqyrë reale të gjendjes, por që definitivisht duhet shqyquar mundësit për ta tejkaluar këtë situatë. Flasim edhe më tej për raportin e reporterëve pa kufi në linjë të drejtë për drejtë. Tani e kemi Naile Dema Selmani, anëtare e Bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Përshëndetje, zonja Dema. Përshëndetje, lërë dhe për juve që të përpërë situajnë. Si e komentoni pra rënjen e Kosovës në vendin e 99 në indeksin e lirisë së shtypit për vitin 2025? Duke qenë se është rangim më i keq që i bërë Kosovës në dekadën e fundit, sidomos, besoj që të gjithë pas një përjashtim do duhet të ishim shumë të shqetësuar me këtë renditje. Natyrisht Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e ka marrë me shqetësim, është alarmante situata në cilën jemi, por më tepër sot në mëngjes e kemi mbajtur një konferencë të jashtëzakonshme, edhe jemi shpreh të gatshëm që ta krijojmë një task force, një çfarë do lloj organive ta quajmë, në mënyrë që të punojmë të gjithë, kushdo që mund të bëjë diçka në kuadër të përmirësimit të këtij ambienti, sepse
situata po bëhet gjithmonë më e keqe dhe kjo natyrshëm na shqetëson të gjithëve, sidomos komunitetin e gazetarëve. Besoj do duhet të shqetëson të shumë edhe zyrtarët shtetëror edhe përfaqësuesit institucional, sidomos ata që mund të kenë ndonjë, po e them kushtimisht, faj ose përgjegjësi në këtë rangim kaq të dobët që është bërë Kosovës. Po, dhe AGK-ja e ka cilësuar pra këtë renditje dhe ashtu është më të ultë në më shumë se një dekadë, pra cilat janë sipas jush arsyet kryesore që kanë çuar në këtë përkeçim? Ka disa arsye, besoj përmendën edhe në raport edhe në reagimin e AGK-s, por kryesisht lidhen me sulmet ndaj gazetarëve, qofshin ato fizika apo verbale, lidhen me zhvillimet e fundit në radio televizionin e Kosovës, lidhen me ligjin e ri për KPM-n, ligj të cilin edhe gjykata kushtetuese e shfuqizoi dhe e kthei në tërësi në rishikim dhe rishqyrtim. Janë këta faktorët që e kanë pru deri në një situatë tillë rangimin e Kosovës, kur krahasu me vitin e kaluar 24 vende lëviz për keq, edhe sikur të kishin qenë kjo lëvizje kaq e madhe për mirë, do duhej ta merrnin pak me rezerva, po e quaj kushtimisht e imagjino të ndodhe kundërta. Tjetë një lëvizje kaq e madhe për keq. Absolutisht duhet na alarmoj të gjithëve. Po, dhe raporti i reporterëve pa kufi përmend një klimë armiqësore të krijuar nga qeveria ndaj medjave. Si është reflektuar kjo situatë në terren, duke qenë se AGK-ja është në kontakt të drejtë për drejtë me gazetarët dhe ankesat dhe shqetësimet që ju paraqesin gazetarët gjatë ushtrimit të detyrës në institucionin e AGK-s? Është dhimbshme, edhe është ironike, edhe është ta quajmë qysh të dush, por sot në të njëjtën kohë kur sapo e marrëm raportin që na ra kështu goxha me një farë shuplake, po e them kushtimisht, pothuajse në të njëjtën kohë kur e diskutonim në AGK, ishim duke analizuar edhe reagimin që do ta kemi pas këtij raporti, gazetarët po e pyesnin kryeministrin a ka një shpjegim, a ka një deklarim lidhur me këtë situatë, dhe në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë, një ekip medial u shty fizikisht, ju shty dora dhe ju shty mikrofoni, duke e larguar që të mos ja lejoj të drejtën absolute që ja garantojnë krejt liritë të bërit punës vet, të bëj pyetje dhe të marrë përgjigje nga kryeministri që përfaqëson vendin. Edhe kjo besoj e reflekton edhe paraqet mas miri situatën në të cilën është vendi sa i përket këtij raporti që po e quani armiqësor të institucioneve në raport ose të përfaqësuesve institucional më mirë, në raport me mediat dhe me gazetarët. Kemi parë një rrime pafund, po flas vetëm për ditët e fundit, pa hyrë në historikun edhe në ditë, vitet, muaj, vitet të kaluara. Kemi parë një rrim të gazetarëve, shohim linçime të gazetarëve, emërtime me lloj-lloj emrash, është fjalia e famshme, famkeqe, ja kisha shtuar këtë keqe mbrapa, kur në shumicën dërmuese oponentët politik në pozit i klasifikojnë edhe i konsiderojnë gazetarët si bashkëpunëtor të Serbisë, bashkëpunëtor të armiqve, dhe kjo natyrisht ndikon në një ambient tepër jo miqësor për gazetarët, dhe jo vetëm jo miqësor, por shkon edhe më tej, bëhet një ambient i rrezikshëm për ta kryer punën. Sepse kam thënë edhe disa herë, imagjinojeni në një vend ku një parti politike i ka pothuajse në këto zgjedhje të fundit shumicën e votave, ose gati gjysmën e votuesve potencial në Republikën e Kosovës, i ndëgjojnë njerëzit që i kanë votu gjatë gjithë kohës duke i etiketuar gazetarët si të tillë, gazetarët dhe mediat. Tash kjo fatkeqësisht natyrshëm e çon rrjedhën kështu, si që është tani, në një rangim të tillë, në një situatë tepër armiqësore dhe në një ambient jashtëzakonisht shumë të pasigurt për gazetarët që ta kryejnë punën e vet. Në fakt, nga partia në pushtet lëvizjeve të vendosje thonë se në Kosovë ka liri absolute të shprehjes. Zëdhënësi i lëvizjeve të vendosje Arlin Manxhuka thotë se raporti është ndërtuar në bazë të përgjigjeve të personave që sipas tij vazhdimisht godasin qeverinë, përmend madje debate televizive. Si i përgjigjeni ju këtij qëndrimi? Unë nuk guxoj t'ja jap të drejtën vetës që ta komentoj raportin e një
organizate të njoftu ndërkombëtarisht edhe kaq kredibile sa reporterët pa kufi. Do thotë unë nuk du të hyj andej ta diskutoj ose ta vë në dyshim apo jo. Unë po i marr të dhënat e raportit. Në anën tjetër, AGK-ja evidenton sulme të vazhdueshme ndaj gazetarëve. Të thuhet që ka liri të medias pas kësaj situate në cilën jemi, mu më duket pak absurde. Në të njëjtën kohë, unë personalisht kam nisë me pas dyshime nëse aktorët politikë dhe njerëzit e afërt të tyre e kanë krejtësisht të qartë çka nuk kuptoj me media, sepse e pash një reagim të Luan Dalipit, shefit të kabinetit të kryeministrit në dorëheqje para pak orësh, ku flet për këtë liri të medias që sipas tij e gëzojnë mediat sot në Kosovë dhe në po të njëjtin reagim pak më poshtë thotë që ne gjatë gjithë kohës deklarohemi dhe prononcohemi për zhvillimet që ndodh, duke bërë shkrime në Facebook. Më falni, por Facebooku nuk është media. Nuk quhet media dhe nuk është gazetari, deklarimet e tua të njanshme, komunikimet e njanshme. Gazetari është kur kryeministri me ministra dhe gjithë kur do qoftë në pozitat udhëheqëse dhe të gjithë pjesëtarët tjerë që kanë përgjegjësi dhe funksione publike vinë në studio ose në terren ose në zyrat e tyre, kudo dhe pranojnë të ballafaqohen me gazetarë dhe me media. Nuk është gazetari, nëse nuk e din, po më vjen keq, por më duhet t'ua shpjegoj që nuk përbën gazetari një publikim i zhvillimit që ka ndodhur në Facebook. Nuk e quaj këto në spaku gazetari. Edhe besoj nuk e quan asnjë medium që bën tamam gazetari në Republikën e Kosovës. Prandaj po kam dyshime që kemi një problem shumë të madh edhe në mënyrën se si po i shohin çështjet edhe gjërat partia në pushtet, sepse nuk ka mundësi thua ka liri të medias dhe në të njëjtën kohë brenda një dite sot, për shembull rasti më i fundit, ti raportosh edhe ti dënosh 2 veprime në të njëjtën kohë në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, veprime këto të cilat shkaktohen prej njerëzve që qeverisin me vendin. Po, dhe krejtësisht në fund, cilët janë hapat urgjent që ju si AGK kërkoni nga institucionet për të ndalur këtë trend negativ dhe për të përmirësuar lirinë e shtypit në Kosovë? Ilir, ne vazhdimisht kemi kërku që të ketë qasje konstruktive në kuptimin e diskutimit, dialogimit për çështje të ndryshme. Vretja kryesore e AGK-s për ligjin për KPM, për shembull, ka qenë mos përfshirja në këto diskutime. Dhe u pa më pas që ka pas të drejtë AGK-ja në reagim, sepse gjykata kushtetuese tha kështu. Prandaj ne gjithmonë vazhdojmë kemi të hapur për të gjitha llojet e diskutimeve dhe punëve që mund t'i bëjmë në të mirë të ambientit përgjithshëm medial dhe të bërit punën tonë. Çka kërkon AGK-ja dhe gazetarët, natyrisht nuk është që nuk kemi nevojë të bëhemi shok, as nuk kemi pse ta bëjmë diçka të tillë, por që të diskutojmë për çështje dhe të kërkojmë që ta respektojnë profesionin e njëri tjetrit, absolutisht duhet ta bëjmë dhe do ta bëjmë vazhdimsi. Përndryshe sot në konferencën e jashtëzakonshme kemi propozuar dhe krijimin e një task force të mblidhemi dhe të shohim si duhet t'i qasemi situatës, sepse e konsiderojmë vërtet alarmante. Zonja Dema, falenderoj shumë për inkuadrimin e drejt për drejt në emisionin tonë. Faleminderit shumë Ilir për kohën dhe hapësirën. Bisedua me Naile Dema Selmanin, antare e bordit Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Ne do të vazhdojmë tutje, cilë materialet të tjera, kalimi nga votimi hapur në votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit, ndonse pa suksesshëm, po komentohet në mënyra të ndryshme. Ish gjyqtarët e gjykatës kushtetuese vlerësojnë se ky veprim nuk përbën shkelje kushtetuese, por që procedurat duhet të vazhdojnë me votim të hapur. Organizatat shoqërisë civile ndërkaq vlerësojnë se ndryshimi i mënyrës së votimit është tentativë për shkelje të kushtetutës dhe të rregullores së punës së kuvendit, dhe se kjo formë e votimit do të pamundësonte vlerësimin e kushtetutshmërisë në zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ndryshimi i procedurës për zgjedhjen e kryeparlamentarit nga votimi i hapur në atë të fshehtë në tentimin e djeshëm për konstituimin e kuvendit ka ngritur diskutimet nëse ky veprim përbën shkelje kushtetuese e të rregullores së punës së kuvendit. Ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu thotë se nuk pati shkelje kushtetuese, por që sipas tij për zgjedhjen e kryeparlamentarit duhet të vazhdohet me votim të hapur.
Jo, absolutisht jo, se kjo është rregulluar me rregullore të kuvendit, nëse shkelet rregullore, absolutisht, kjo është akt nënligjor, i cili ka fuqinë shumë turt juridike dhe këto çështje procedurore edhe rregullohen me një rregullore. Mos janë marrë vesh sipas gjitha njohurive që ka janë marrë vesh që të shkojnë me votim të hapur, kjo duhet përfundojë deri në fund me votim të hapur. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, ndërkaq thonë se përveç shkeljes së rregullore së punës së kuvendit, ndryshimi i mënyrës së votimit nga i hapur në të mbyllur përbën edhe shkelje kushtetuese. Seanca konstituive është një seancë formale që ka një rregull të caktuar që duhet ndiqet nga fillimi deri në fund. Tentativat e djeshme, do thotë përkundër që përpos që shkojnë në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe rregullorën e punës së kuvendit, definitivisht janë një tentative dëmshme për demokracinë, për parlamentarizmin dhe për transparencën. Qytetarët do thotë duhet ta dinë se një deputet i caktuar për kënd ka votuar. Për ndryshimin e procedurës për zgjedhjen e kryeparlamentarit nga votimi i hapur në atë të mbyllur, kryesuesi i seancës Avni Dehari u thirr në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, si dhe në rregulloren e punës së kuvendit si zgjidhje për zhbllokimin e ngërshit. Sipas grupit për studime juridike dhe politike, votimi i fshet pamundëson evidentimin e shkeljeve kushtetuese gjatë votimit për kryeparlamentar, si dhe cënon transparencën ndaj qytetarëve. Madje GLPS vlerëson se forma e votimit të fshet do të duhej të rishikohej edhe tek çështja e zgjedhjes së presidentit. Si do të mund vlerësohej ta zëm, nëse ishte shkelur kushtetuta në rastin e qeverisë së njohur si Hoti atëherë, në rast se edhe votimi për qeverinë do të bëhej i fshehur. Në anën tjetër, GLPS konsideron që disa mandate të deputetëve që nga 27 marsi tashmë duhet konsiderohen si të pavlefshme ose të humbura. Dhe në rast se gjykata kushtetuese do të bënte këtë vlerësim, dhe në rast se kuvendi, siç u tentua dje, do të tentojë pra të konstituojë përmes votimit të fshet, sërish do ta bënte të pamundur nga gjykata kushtetuese që të vlerësonte nëse një vendim i tillë ishte në përputhshmëri me Kushtetutën. Dhe e treta, pra ndonë se pra kemi pjesë të rendit të juridik si mundësi votimin e fshet, si mund ta dinë qytetarët se përfaqësuesit e tyre në fakt janë duke i përfaqësuar drejt qytetarët. Votimi i fshet për zgjedhjen e kryeparlamentarit është kundërshtuar ashpër nga PDK-ja, LDK-ja, AAK-ja si dhe lista serbe, të cilat edhe e pamundësuan realizimin e kësaj forme të votimit, duke mos i dhënë mbështetje formimit të komisionit përkatës për votim të fshet. Grupi për studime juridike dhe politike ka ngritur shqetësim se dështimi në formimin e institucioneve të reja do të rrezikon miliona euro për Kosovën në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Sipas tyre, lëshimi i mjeteve të parafinancimit për Kosovën është i ndërlidhur me miratimin e 2 marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvend, të cilat, për shkak të pamundësisë së konstruimit të legjislaturës së nëntë, nuk mund të ndodhin tani. Hulumtuesi në grupin për studime juridike dhe politike Besar Gërgi tha se mjetet e para për Kosovën rrezikojnë të kthehen në pikën zero nëse marrëveshjet nuk miratohen deri në krijimin e qeverisë. Ai shtoi se negocimi nga fillimi i marrëveshjes mund të përkthehet edhe me vonesa në ekzekutimin e fondeve dhe potencialisht me rishpërndarjen e tyre në vendet e tjera të rajonit. Situata rëndohet edhe më shumë, duke marrë parasysh se në rast mos ratifikimit deri në qershor, që përbën afatin e dytë të zbatimit të kësaj marrëveshje, ka rrezik real për kthimin në pikën zero sa i përket negocimit të saj. Kjo mund të përkthehet në vonesa në ekzekutim të fondeve, por po ashtu potencialisht mund të përkthehet edhe në rishpërndarje të fondeve, pasi plani i rritjes i Bashkimit Evropian ka klauzola të konkurrencës, me çrast vendet që performojnë më mirë në rajonin tonë mund t'i marrin fondet e vendeve që kanë ngjese për çfarë do lloj arsye, pra si në rastin tonë për shkak të mos ratifikimit. GLPS konsideron se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng procesin integrues të Kosovës dhe të mohojë vendit tonë një përkraje të tillë financiare. Aq më pak, kjo nuk duhet të ndodhë nga deputetët që kanë marrë besimin e popullit për të shtyrë përpara integrimin dhe jo për ta bllokuar atë. Ndërkohë, përfaqësuesja tjetër e GLPS-s, Blerina Istrefi, tha se nëse partitë parlamentare dështojnë të formojnë qeverinë e re dhe bien dakord për zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, atëherë me do e mos duhet konstituohet kuvendi. Rastin më të keq, në qoftë se vendoset për zgjedhje të parakohshme,
atëherë duhet me doja mos të konstituohet kuvendi në mënyrë që të votohet për shpërndarjen e tij. GLPS në këtë rast rekomandon që të shfrytëzohet pikërisht ky moment që të kalon ky projekt ligj sipas njeni 85 të rregullorës së kuvendit që e parasheh procedurën e përshpejtuar në raste të veçanta ku një nga rastet është edhe interesi financiar, si në këtë rast. Plani i rritjes është një kornizë e re e BE-s për përshpejtimin e reformave për integrimin evropian të gjithë rajonit, që kombinon reformat me kontribut të drejt për drejt financiar nga fondet e BE-s në buxhetet e vendeve përfituese dhe në projekte investuese. Me zbatimin e këtyre reformave, Kosova do të përfitojë deri në 882.6 milion euro fonde nga BE-ja. Nga kjo shumë totale, 253.3 milion euro janë grante, ndërsa pjesa tjetër prej 629.3 milion eurosh janë hua afatgjata. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila po qëndron për vizitë në Malajzi, u pret sot me ndërime të larta shtetërore nga kryeministri Anwar bin Ibrahim në kompleksin qeveritar Perdana Putra. Bëhet e ditur se në këtë takim, presidentja Osmani falenderoi kryeministrin Anwar për mbështetjen e palëkundur që Malajzia i ka dhënë Republikës Kosovës, duke theksuar se Malajzia ishte ndër shtetet e para në botë që njohu pavarësinë e Kosovës më 2008. Kryeministrin Anwar Osmani falenderoi edhe për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, duke theksuar se ky vendim do të hapë mundësi të reja për forcimin e lidhjeve ndërmjet qytetarëve të dy shteteve, por edhe në bashkëpunim në sferat e interesit të përbashkët. Në shenjë mirënjohjeje për njohjen dhe kontributin nga shteti Malajzisë për pavarësinë e Kosovës, procesin e shtetëndërtimit dhe përkushtimin e tij për forcimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy shteteve, presidentja Osmani e dekoroi kryeministrin Anwar Ibrahim me urdhrin e pavarësisë, njoftoi zyra për informim me presidencës. Gjithashtu bëhet e ditur se gjatë takimit u diskutuan mundësitë për bashkëpunim në sferën e ekonomisë, tregtisë, inovacionit, turizmit dhe sferat të tjera të interesit të dyanshëm. Në këtë kontekst, Osmani shtroi nevojën e mbajtjes së një forumi ekonomik Kosovë-Malajzi. Grupi qytetar Asnjë Cent më shumë ka dorëzuar sot padi kundër zyrës së rregullatorit për energji në gjykatën themelore në Prishtinë. Padia lidhet me vendimin e ZRE-s për rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 16.1%, një vendim që grupi e konsideron të padrejtë dhe të dëmshëm për qytetarët. Për të diskutuar rreth kësaj çështje, tani flasim me avokatin Ardian Bajraktari, i cili është angazhuar nga grupi Asnjë Cent më shumë për hartimin e kësaj padie. Përshëndetje, zoti Bajraktari. Përshëndetje, Eler, faleminderit për mundësinë, përshëndetje edhe për shikuesit e televizionit News. Mirë, sot ju dorëzuat padin kundër ZRE-s në gjykatën themelore në Prishtinë. Kërkesa juaj është që të anulohet vendimi për rritjen e tarifave apo jo? Natyrisht, ne sot së bashku me qytetarët që kanë kundërshtuar këtë proces nga fillimi, dorëzuam në gjykatën themelore të Prishtinës Departamentin për çështje administrative, dorëzuam padi për anulimin e aktit administrativ për kaqësh vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrejtimin e energjisë elektrike për qytetarët e vendit në lartësi prej 16.1%. Në bindjen tonë një vendim i tillë është marrë me shkelje ligjore, si të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, përfshir mungesën e transparencës dhe mos zbatimin e detyrimeve për të konsultuar mirëfillim një proces i tillë kaq i rëndësishëm dhe etik për qytetarët e vendit. Pastaj vlerësojmë që zyra e rregullatorit të energjisë si autoritet rregullator nuk i ka marrë përballë disa detyrime ligjore që i ka të përcaktuara qoftë në ligjin përkatës për energji, por mbi të gjitha në ligjin e procedurës së përgjithshme administrative, siç është çështja e parashikueshmërisë për faktin se një proces i tillë është marrë relativisht në kohë të shkurtër dhe përveç se është shoqëruar me mungesë të theksuar transparencës nga fillimi i procesit, vendimi është publikuar 2 ditë para se i njëjti të fillon të zbatohet dhe kjo në masë të konsiderueshme është përfaqësuar një tendencë të mos transparencës që nga fillimi. Po ashtu vlerësojmë që edhe vendimi përkatësisht arsyetimi i vendimit është në shpërputhje me detyrimet që duhet me i përmbajt një akt i tillë, për faktin se ndonse ka relativisht shumë faqe, nuk jep argumente bindëse dhe të qëndrueshme se pse është marrë një vendim i tillë,
i referohet më tepër një raport që tash u quhet konsultativ, mirë po megjithatë është i paqartë, është kontradiktor në vetvete dhe në arrjet të kësaj në referencë të dispozitave të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, kur arsyetimi i një vendimi është i paqartë, i pakuptueshëm përpalet, realisht është i barabartë me mungesën e arsyetimit dhe mungesa e arsyetimit e bën vendimin e palehtshëm në kuptim të dispozitave në linjën 52 të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative. Po ashtu, vendimi duke qenë se përjashtohet një kategori e caktuar qytetarëve me theks veçantë pjesës veriore, në bindjen tonë është i natyrës diskriminuese, për çka në rrjet të kësaj unë sapo i dërgova një shkresë institucionit të avokatit të popullit me rastin njoftuva për padin për kaq dorëzimin e saj dhe kërkova që në pajtim me autorizimet kushtetuese dhe ligjore që ka ky institucion me theks veçantë në 16 paragrafi 9 të ligjit për avokatin e popullit të përfshihet në cilësinë e mikut të gjykatës dhe të ofroj pikpamjen e tij në raport me këtë vendim, i cili siç e thash është i natyrës diskriminuese, i marrë me shkelje ligjore dhe ka pasoja të mëdha dhe në formë zinxhirore për qytetarët e vendit. Po, zoti Bayraktari, dua të ndalemi fillimisht tek arsyetimi i ZRE-s për shtrejtimin e rrymës. Ata kanë thënë se kjo rritje është bërë për shkak të mungesës së kapaciteteve prodhuese nga ana e kekut, rritja e importit dhe çmimet e larta në tregjet ndërkombëtare. Si e vlerësoni ju këtë arsyetim? Vlerësoj që arsyetimi është i paqëndrueshëm sepse do të mund se gjatë kësaj periudhe deri në përgatitjen e padis ne kemi pas takime dhe diskutime me një varg ekspertësh vendor qoftë të fushës së energjisë, qoftë të fushës së ekonomisë dhe pikpamja atyre është me një proces të mirëfillt konsultimesh do të mund të rishikojë kjo çështje në mënyrë që eventualisht të involvojë edhe institucionin këtë rast i qeverisë në mënyrë që bara të mos i mbetet ekskluzivisht qytetarëve të vendit. Prandaj e vlerësojmë që të nevojshme si të domosdoshme që ky proces të kthehet në pikën 0, të obligohet zyra rregullatorit të energjisë që të hapë një proces të mirëfillt konsultimesh me gjithë aktorët relevant, përfshirë ekspertët të fushës së energjisë, ekspertët të fushës së ekonomisë dhe jo vetëm, në mënyrë që të vijë deri tek një vendim, një verdikt i cili në masë të konsiderueshme i merr përballë këto shqetësime dhe nuk vën barrën më të madhe të qytetarët siç është rasti konkret. Lënë theksohet se së bashku me padin, ne kemi propozuar edhe masën e përkohshme përkatësisht shtyrjen për pezullimin e ekzekutimit të vendimit në referencë të nenit 99 dhe 100 të ligjit për konflikt administrativ, për çka jemi të bindur që plotësohen kriteret ligjore për të aprovuar një propozim i tillë, nga se dëmet janë vështirë të riparueshme dhe në formë zinxhirore për qytetarët e vendit, pastaj natyrisht që një vendim i tillë nuk shkon në kundërshtim me interesin, mirë, po jemi të bindur që është pikërisht e kundërta, shkon në funksion të interesit publik dhe për më tepër është proporcional. Për më tepër është edhe në linjë me vetë praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, praktike e cila sipas nenit 53 të kushtetutës sonë është e aplikueshme direkt në vendin tonë, për faktin se kjo e fundit thekson që në proceset e tilla, siç është rasti me Kosovën, ku sistemi i drejtësisë përkatësisht gjykatat janë të mbingarkuara me lëndë, aprovimi i një mase të tillë përkatësisht shtyrje e ekzekutimit të vendimit në disa raste është i barabartëvlerëshëm thuajse me padin. E në rast se ka një rast të tillë, ne jemi të bindur që është pikërisht ky për faktin se siç tashmë janë në njoftuar opinioni publik, pasojat janë jashtëzakonisht të mëdha dhe në formë zinxhirore për qytetarët e Republikës sonë. Po, dhe në padin tuaj keni theksuar se vendimi ka pasoja zinxhirore dhe të pariparueshme për qytetarët. Në fakt, edhe para se të hynte në fuqi vendimi, në fund të muajit kaluar ka nisur tashmë rritja e çmimeve të produkteve bazë. Çfarë pasojash konkretisht parashihni nëse nuk anulohet ky vendim? Natyrisht kemi tash paralajmërime të shtrejtimeve të gjitha produkteve bazë, siç e thatë edhe ju. Pastaj kemi po ashtu paralajmërim që edhe shkurtimin e vendeve të punës të ndërmarrjeve të ndryshme që merren me punë të llojeve të ndryshme. Pastaj natyrisht krahas organizatave qeveritare që merren me mbrojtjen e interesit publik. Unë kam marrë autorizime edhe prej palëve të tjera prej qytetarëve, në këtë rast për shembull është një veteran i luftës së ushtrisë kombëtare të Kosovës, edhe natyrisht paga e tij është vështirë që do të mund ta përballojë një rritje të tillë të energjisë elektrike, prandaj ne jemi të bindur që pasojat janë jashtëzakonisht të mëdha dhe në rrjet të kësaj plotësohen kriteret ligjore në nenin 100 për të aprovuar një masë të tillë. Ekskluzivisht tepër me rëndësi që në këtë fazë të procesit të aprovohet një propozim i tillë të shtyhet ekzekutimi i vendimit
për faktin se, siç dihet tashmë, jemi edhe po ashtu në fazën ku niveli i konsumit nuk është në pikun siç njihet dhe rrjedhimisht edhe furnizimi mund të bëhet në formë siç ka qenë, prandaj vlerësoj që asnjë palë nuk i bëhet dëm rast eventualisht shtyhet për disa kohë pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi derisa gjykata ta konfirmojë sipas pikpamjes dhe bindjes tonë paligjshmërinë e këtij vendimi të marrë nga ana e zyrës së rregullatorit të energjisë. Pra, zoti Bajraktari, ju prisni që gjykata të marrë vendim fillimisht ta pezullojë vendimin derisa të merret vendimi përfundimtar, apo jo? Po si që thash në krahas padis, kemi kërkuar dhe mosën për sigurimin e padis, përkatësisht pezullimin e ekzekutimit të vendimit, në referencë të ligjit NATO 900 të ligjit për konflikt administrativ, dhe kemi ofruar prova për ta argumentuar pikpamjen tonë se përcohen këto kriterë në mënyrë që një propozim i tillë të aprovohet. Kur kemi propozime të tilla sipas paragrafit 5 të ligjit 100, gjykata duhet të veprojë me shpejtësi, brenda afatit prej 7 ditësh nga momenti i dorëzimit të padisë duhet të marrë një vendim në lidhje me këtë çështje dhe jemi shpresplot dhe optimist që gjykata do të reflektojë në raport me atë që në fakt ne i kemi ofruar dhe në këtë drejtim unë besoj dhe jam optimist që edhe involvimi i institucionit të avokatit të popullit do të ndihmonte për faktin se siç dihet para 2 ditësh vetëm e ka konfirmuar edhe publikisht përmes një komunikate për media ky institucion që tashmë ka filluar se trajtuari këtë çështje përkatësisht ka filluar një proces hetimor i cili është në linjë me detyrat dhe përgjegjësitë e tij kushtetuese dhe ligjore. Por kur jemi tek avokati i popullit që e përmendët, ata janë drejtuar sërish me një kërkesë ZRE-s për të kompenzuar qytetarët edhe për energjinë e shpenzuar në veri të Kosovës gjatë viteve 2013-2017 sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Si e komentoni faktin që ky vendim nuk po zbatohet? Natyrisht njëra prej pretendimeve që dëmet janë vështirë të riparueshme, është edhe ky proces gjyqësor i cili ka kaluar gjitha instancat që nga gjykata themelore deri tek gjykata kushtetuese si instanca më e rregullt e sistemit tonë të drejtësisë. Në këtë drejtim natyrisht që një mosbatimi i vendimit përkatësisht moskthimi i mjeteve prej 40.800.000 euro e disa, natyrisht që është në bindjen tonë në nivelit shqetësues për faktin se ato janë parat të qytetarëve të vendit, të cilat janë konfirmuar në gjitha instancat gjyqësore që të njëjtat do takojnë dhe vlerësoj që është e papranueshme, e pakuptimit dhe në asnjë formë nuk duhet me ndodhë që mu instalu një praktike mos batimit të vendimeve të gjykata fundja, mos batimi vendimeve të gjykatës përbën edhe elementet e veprës penale, prandaj vlerësoj që është detyrë shpërndetësia e institucionit të prokurorit të shtetit që pas njoftimit nga ana e gjykatës kushtetuese për mos batimin e vendimit të involvohet në rastin e tillë. Dhe kryesisht në fund zoti Bajraktari, a mendoni se do ta fitoni këtë betejë për të anuluar vendimin për shtrëngtimin e energjisë elektrike nga ZRE-ja për 16.1%? Natyrisht vendimmarrja mbetet organeve të drejtësisë, gjykatës me rastin konkret dhe mbi bazën e provave dhe argumenteve që i kemi ofruar gjykatës, unë jam optimist megjithatë për të mbetet të shihet për çka natyrisht që bazuar edhe në interesin publik edhe interesimin e mediave dhe qytetarëve, ne do t'i mbajmë të informuar për ecurinë e procesit të kësaj çështje, bazuar natyrisht në rëndësinë që ka. E ripotencoj bazuar në atë që kemi punuar gjatë gjithë kësaj periudhe, cila ka qenë një punë në bindjen tonë jashtëzakonisht intensive, jemi konsultuar me një numër të aktorësh që merren me këtë fushë, me çka natyrisht që padia prej 13 faqesh sa është procedura sot në gjykatë, është bukur e argumentueshme, mirë po megjithatë mbetet të shihet se si do të jetë epilogu i këtij procesi. Zoti Bajraktari, falenderoj shumë që u inkuadrua drejt për drejt në emisionin tonë. Naçi, faleminderit dhe juve. Bisedua me avokatin Ardian Bajraktari, angazhuar nga grupi qytetar asnjë cent më shumë lidhur me padinë ndaj ZRE-s për vendimin e saj për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Këtu e përfundojmë emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.